të madhe në moshë në ditë të sotme? Shikoni, diferenca në moshë të martesë më shumë përflitet edhe gjykohet në aspektin moral dhe social se në aspektin juridik. Në aspektin legislacioni jonë parashet që mosha ideale, apo në fakt legislacioni parashet që të jetë një martesë e ligjshme është mosha 18 vjeçare dhe në raste të veçanta kur gjykata me vendim të gjykatat mundet të lidhet një martesë edhe në moshën 18 vjeçare, por asesi në moshën 16 vjeçare, po me një vendim të gjykatës. Diferenca në moshë deshte dallohet dhe ka probleme të ndryshme në një martesë bashkëshortore, kur ka një diferencë në moshë, për shembull mbi 5 ose 10 vite, të cilën krijon probleme të ndryshme, duke marrë parasysh që zhvillimi psikofizik i njerëzit nga bashkëshortët është dukshëm më i madh dhe kërkesat janë të natyrës së ndryshme. Por si avokat nuk mund të jap një mendim absolut që nuk lejohet, përderisa ligji e lejon, por dallime dhe problemet të vazhdueshme në jetën bashkëshortore janë të